Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilaha illa Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Madhrimi është vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë. Ajo është më i madhi, ajo është mbi gjithçka dhe falënderimet dhe adhurimet i takojnë Allahut, Zotit të gjithësisë. Vëllezër të dashur, besimtarë dhe besimtare, lut Zotin që të na mëshirojë gjithë bashkë inshallah. Vim sot në këtë ditë të Kurban Bayramit dhe sikur e dini gjithë, është një nga festat më madhështore. Festat me të cilët na ka begatu i madhi Zot Xhelel Xhelaluhu. Mirësia dhe begatit e Zotit janë përmbijt gjithë ju sot që jeni bashkë në këtë falje të Kurban Bayramit. Historia është goxha e mirë dhe e bukur dhe vjen nga 3 persona, i cili është Ibrahimi a.s. është Haxhia, Allahu e mëshiroft, edhe Ismaili a.s. i biri i këtyre 2 prindërve. Kemi të bëjmë me 3 njerëz shembullor, të mrekullueshëm, të jashtëzakonshëm, të cilët na kanë lënë këtë mirësi të Kurban Bayramit. Fjala kurban do të thotë sakrificë. Ibrahimi a.s. duke qenë i dërgumi i Allahut, mik i Zotit Xhelel Xhelaluhu, mori njërin prej bashkëshortëve të tij, Haxhiren, Allahu e mëshiroft. Dhe aty ku sot është Qabja e bekume, atje e lënë së bashku me Ismailin a.s. Në një vend thatë, pasni mbrojtje pasni sa. Por duke qenë një çift i mrekullueshëm, një grua e mrekullueshme, një djalë i mrekullueshëm, urdhën e Zotit apo të babait tyre nuk e bën dysh. Haxhiri, Allahu më mëshiroft, i thotë: Ja Ibrahim, ku do na lësh tu? Thotë: Kështu kam urdhën prej Zotit Xhelel Xhelaluhu. Dhe ashtu u bë. Allahu Xhelel Xhelaluhu pra e zgjeroi atë vend më pas, përpara se të vim tu, Allahu Xhelel Xhelaluhu i furnizoi, i begatoi. Aty është një ujë i bekuar sot, ku është posi i Zemzemit në Qabën e Shenjtë, i cili është burimi i parë i ujit me të cilët Allahu Xhelel Xhelaluhu i furnizoi. Po jo vetëm kaq. Po Ibrahimi a.s. i fali Zotit për këtë fëmijë që ishte Ismaili a.s. Dhe o Ibrahimi, këtë fëmijë duhet me sakrifiku për hir të Zotit tënd. Keni ngjohë si thoni njëri tjetrit ka njëri, tu bën fsha kurban. E normalisht Allahu ja kërkuai këtë djalë. Propozimin e parë apo këtë ëndër ja tregon Haxhirës: O burri, le të shkojë urdhni Allahut Xhelel Xhelaluhu në vend, le të marroj urdhrin e Allahut. E Ismaili a.s. ishte fëmijë i vogël. Dhe kur ja tregon dhe Ismailit a.s. edhe ai thot: O bab, zbatoje urdhën e Zotit tënd dhe mu inshallah do të ngjesh prej dërimtarëve. Por e dini që në këtë mes gjithmonë futet edhe shejtani i mallkuar. Sikur futet sot tek burri, tek gruaja, tek fëmijët, kudo. Edhe mos një thotë, mos i besoni asaj ëndrë që ka pa. Nuk është urdhni i Zotit. Tekat e tij me sakrifiku. E gjuajnë shejtanin dhe pikrisht sot po gjuhet edhe mos kaq mi vitesh shejtani i mallkuar atje në Mekën e Shenjtë. Një nga 3 vende që quhet i mallkuar me gur. Në shenjë simbolike, ashtu sikur e gjujti Haxhiria, e gjujti dhe Ismaili a.s. Hiki thonë: Ti e dëbu nga mëshira Zotit Xhelel Xhelaluhu. Nuk dëgjoj ty. Po ju dashur, kurban pra do të thotë sakrificë. Dhe kur e pranuan këtë urdhën të Zotit Xhelel Xhelaluhu, Allahu i tha: Jo, s'ka nevojë. Edhe erdhi dashi prej qiellit, dhurat. Edhe e preu Ibrahimi a.s. sepse edhe fejka që ishte mpret nuk e pranoi qafën e Ismailit a.s. E kuptojmë gjithë, Allahu është lënë njetin tonë. Thot, ai kurbanin që e prisni nuk shkon gjakun qiell, por shkon vetëm njeti juaj. Edhe mishi konsumohet këtu. Pra, thuaj, thot Allahu Xhelel Xhelaluhu: Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
thuj, namazim, jeta ime, kurbani im, vdekja ime, janë lillahi rabbil alamin. Janë të gjitha për Allahun, Zotin e gjithësisë. Bashkoje zemrën me Zotin Gjelle Gjelaluhu. Hape zemrën, bohu burri mirë, grua mirë, edhe fëmijë mirë. Çka ju thonë prindit, një gjoni ato, se do në ngelet për gjithë jetën. Të gjithë ata që kanë bën jetin edhe kanë prej, do të presin kurbanat, e dini gjithë, bismillah, Allahu Ekber, edhe e pret kurbanin. Mbani për vete, dhuroni dhe për njerëzit tjerë, se do t'jetë shumë e vleshme edhe ajo që adhuronin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk e ka plotësu besimin ai i cili nuk i bën pjesë edhe të tjerëve. Ai i cili komshit e ngjën atëherë në mishit dhe nuk kanë mëse të gatuin sot. Shuaj edhe atyre i lopën. Pajtoni njëri me tjetrin. Jepni dorë njëri me tjetrin. Lërgoni ata të qijet mes njëri tjetrit. Pajtoni, bashkoni, edhe inshallah është sebet këtë ditë bajrami. Unë them, e bashkov Zoti gjithë Shqipërinë. E bashkov Zoti gjithë botën, e largov çdo të qije inshallah. Largov të luftër që janë kanë shumë. O Zot, na falne, na mëshiro, na begato. Na udhëzon e gjithë shka që e fitojmë kënaqësinë tënde. Na mbajnë në kujdesin e madhërisë tënde. Na mbaj me iman, me mirësi, me vepra të mira. Të lutem për gjithë dashurit tonë besimtarë dhe besimtare, çliroj nga borxhet. Shëroj nga smunjet, dhe ato që vinë sot të pa martuar, o Allah, martoj djemë dhe vajza të gjithë këtyre dashurve tonë, ja Rabbil Alamin. O Allah, na afro tek madhënia jote dhe të gjithëve lutem dhe them për shumë vjet të gëzuar Kurban Bayramin. Allahu na fal, na mëshiroj dhe na bekov gjithë. Ah